Çdo vit një shofer mesatar në një qytet të madh kalon qindra orë thjesht duke parë parakolpin e makinës përpara tij. Vërtet, janë javë të tëra. Javë të tëra të një jete njerëzore që thjesht avulojnë mbi asfalt. Po pra, në pritje që drita e kuqe të kthehet në jeshile. Dhe është një humbje që ne, si shoqëri, në një farë mënyrë kemi pranuar si krejtësisht normale. E konsiderojmë thjesht si koston e pashmangshme apo jo, koston e të jetuarit në një qytet modern. Eksaktësisht. E shohim si diçka që duhet ta përtypim patjetër. E pranojmë stresin, zhurmën, atë ajrin e rënd që të mbyt, por të them të drejtën, kjo është ajo që do diskutojmë sot. Çfarë ndodh nëse i gjithë ky makth i përditshëm nuk është thjesht një bezdi? Çfarë ndodh nëse nuk është një rregull i natyrës për qytetet, por në fakt një dështim total në dizajn? Sot, ne do të bëjmë një analizë të thelluar pikërisht mbi mekanikën e vërtetë të qyteteve të qëndrueshme. Dhe për këtë kemi një material shumë interesant si piknisje. Pikërisht, kemi paranesh një dokument që quhet Transporti publik, një udhërfyes për qytetet e qëndrueshme. Dhe ajo që do bëjmë sot nuk është thjesht ta lexojmë si udhëtar të lodhur, unë dua që ne të dy të veshim, themi, kaskën e një planifikuesi urban dhe ta shohim problemin nga lart. Është, domethënë, një ndryshim shumë i madh në perspektivë, sepse planifikuesit urban, ata që realisht dizajnojnë të ardhmen, nuk e shohin trafikun thjesht si një grumbull makinash që po të vonojnë për të punë. Si e shohin atëherë? Shiko, ata e shohin si një problem inxhinierik të efikasitetit të hapësirës dhe lëvizjes. Kur e lexon këtë dokument, e kupton menjëherë pse ardhmja e zhvillimit urban bazohet totalisht te një rishpiqje transportit publik. E gjitha fillon me simptomën më të dukshme dhe mbase më të dhimbshme, bllukimi dhe ndotja e ajrit. Të gjithë e dim që makinat ndotin, domethënë nuk është se po zbulojmë ndonjë shkencë të pranjohur këtu. Unë jam e bindur që të gjithë e kemi ndjer atë aromën e rëndë të gazrave në mëngjes. E drejtë, por kur shqyrtojmë atë që thon strategjitë urbane nga ky burim, duket se theksi nuk vihet vetëm te, të themi, kalimi te makinat elektrike. Qëllimi kryesor është reduktimi absolut i numrit mjeteve në rrugë. Dokumenti ka një frazë specifike shumë të bukur, thotë: Po, e mbajmë mend atë frazën, thotë, transporti publik ndihmon qytetin të marrë frymë. Fiks. Transporti publik e ndihmon qytetin të marrë frymë lirisht. Dhe kjo ndodh sepse problemi i vërtet i qyteteve moderne, më shumë se emetimet, është gjeometria. Gjeometria, si do me thënë? Shiko, një makinë elektrike të zgjidh problemin e tymit. E vërtet. Por ajo makinë zë saktësisht po aq hapësirë fizike në rrugë sa një makinë me naftë. Zgjidhja reale kalon përmes efikasitetit gjeometrik. Mendoje në këtë mënyrë. Aha, po e kuptoj, ku do të dalësh? Imagjino një yll-kryq plot me makina. Kemi rreth 60 njerëz në makina individuale. Ata krijojnë një radhë, mase 300 metra të gjatë. Nëse po ata 60 njerëz hipin të gjithë në një autobus të vetëm, ajo radhë gjigante zhduket. Zëvendësohet nga një mjet i vetëm 12 metra i gjatë. Kjo është e jashtëzakonshme kur e mendon vizualisht, dhe pastaj lind pyetja, çfarë bën qyteti me ato hapësira të mbushura me asfalt që sapo u çliruan? Aty fillon vërtet transformimi. Kur ti e liron ato hapësirë, mund ta mbushësh me trotuare më të gjera, me pemë, me korsi për biçikleta. Pra, transporti publik nuk qen ka thjesht për të lëvizur nga pika A në pikën B. Pikërisht. Nuk është thjesht një mjet, është vegla kryesore për të rifituar metrat katror të qytetit. Planifikuesit e quajnë rikthimi i hapësirës urbane. Por, për ta bërë këtë në realitet, duhet thyer një mit shumë i fortë që ekziston në shoqëri. Cili mit? Ai që autobusët janë një tmerr për tu përdorur. Fiks fare. Ideja që transporti publik është gjithmonë i parehatshëm, që do t'jërsitësh, që do vonohesh. Kjo është një relike, domethënë, e një të kaluarit të errët nga vitet 90, ku autobusët ishin me të vërtet problematik. Po, të them të drejtën, memoria institucionale ose memoria e njerëzve është e vështirë të fshihet. E di si është. Rrugët janë si arterjet e një trupi. Nëse janë të mbushura me makina, janë arterje të bllokuara dhe autobusët apo trenat duhet të jenë ai bypassi i shpejt. Por pyetja ime është kjo. A është vërtet modernizimi aq i mirë sa të bind njerëzit? Apo planifikuesit po presin që njerëzit sakrifikojnë rehatinë e tyre në emër të ekologjisë? Siko, kjo është pjesa më e bukur e atij udhërrëfyesit që po analizojmë. Qytetet që po bëjnë planifikim të mençur
e kanë kuptuar këtë gjë. Ata e dinë shumë mirë që nuk mund të kërkojë njerëzve të bënë martir. Normales, një nuk e do atë. Nuk mund t'i thuash qytetarit, shiko, lëre makinën tënde me ajër të kondicionuar dhe eja ngjishur në një autobus që vonohet 50 minuta për të shpëtuar planetin. Njerëzit janë pragmatik, ndaj zgjidhja nuk është e sakrifica, por të ndërtimi një oferte superiore. Dhe çfarë është kjo ofertë superiore sipas materialit? Arrihet përmes një inxhinierie të thjeshtë por që funksionon gjithmonë. Korsitë e dedikuara ekskluzive. Kur një qytet ndërton një korsi vetëm për transportin publik, ai ndryshon totalisht, domethënë, dinamikën e pushtetit në rrugë. E kuptoj. Pra ndërtoj që të gjitha makinat e tjera... Fiks, ndërkohë që 50 makina janë të paralizuara në trafik, duke lëvizur avash, autobusi i ri, që tani ka ajër të kondicionuar, ka Wi-Fi, rrëshqet për brityre me 40 ose 50 km/h pa asnjë pengesë. Kjo padyshim ndryshon gjithçka. Kalohet nga një thyrje morale në një vendim të pastër pragmatik. Askush nuk dëshiron të rrijë bllokuar në një kuti metalike për një orë, nëse mund të arrijë në shtëpi 20 minuta më shpejt duke lexuar një libër. Dhe kjo na çon natyrshëm te një dimension tjetër që burimi e trajton gjërësisht, matematika e lëvizjes. Po, pjesa financiare. Sepse, të flasim hapur, nëse njerëzit kapen me kaq dëshpërim pas makinave të tyre, nuk është vetëm çështje perceptimi për rehatin. Është shpesh edhe një llogaritje totalisht e gabuar financiare që shumë e bëjnë çdo ditë në mendjen e tyre. Ishe habitur kur pash detajet e kostove në dokument. Matematika personale është një fushë ku keqkuptimet janë vërtet kolosale. Kur një individ mendon për koston e udhëtimit me makinën personale, 90% rasteve llogarit vetëm karburantin. Po pra, harxova 5000 lekë karburant këtë javë. Sakt. Dhe e thon me vete, nëse karburanti kushton pothuajse njësoj sa biletat e autobusit apo trenit për gjatë muajit, atëherë pse të mos marr makinën? Por kjo është të shosh vetëm majën e icebergut. Ata po e njërojnë gjithë masivin e akullit poshtë sipërfaqes. Është ai iluzioni i kostove të fshehura. Unë mendoj që të mbash një makinë në një qytet të mbipopulluar është pak as shumë si të paguash një abonim jashtëzakonisht të shtrenjtë në një palestër vetëm për të pritur në radhë për pajisjet, dhe as e kupton fare sapo të zhvlerësohet investimi ditaditës. Po flasim për kosto që grumbullohen heshturazi. Mirëmbajtja, siguracionet vjetore, taksat bashkiake, konsumimi fizik i pjesëve, gomave dhe natyrisht parkimi. O zot, parkimi. Kostoja astronomike e parkimit. Fiks fare. Kostoja e parkimit që po bëhet çdo vit e më e papërballueshme. Kur fillon ti mbledhësh të gjitha këto, të përdorësh një makinë private çdo ditë, thjesht për distanca të shkurtra urbane nga shtëpia në zyrë, është një gjakderdhje financiare e pakuptimt. Veçanërisht kur e krahason me një abonim vjetor të transportit publik. Të dhënat nga burimi tregojnë qartë që përdorimi i vazhdueshëm i autobusëve kursen shumë të jashtëzakonshme. Dhe unë jam plotësisht dakord, por dua të bëj avokatin e djallit për një moment, sepse dokumenti vet e përmend një mit klasik. Është ai arsyetimi, po mirë, në fund të fundit, çfarë diferencë bën një makinë? Nëse unë marr makinën time sot, nuk po e bëj keq askujt. Pse kjo lloj logjike e shkatëron të gjithë planifikimin urban? Kjo është një pyetje thelbësore. Në sociologji dhe ekonomi, ky lloj fenomeni njihet si tragjedia e të përbashkëtave. Dhe është fiks thelbi i problemit ton me trafikun e përditshëm. A mund ta zbërthejmë pak më qartë këtë konceptin e tragjedisë të përbashkëtave? Sepse shpesh e dëgjojmë, por e anashkalojmë. Kjo ndodh kur çdo individ vepron ekskluzivisht për interesin e tij racional momental, apo jo? Eksaktësisht. Shiko, le ta imagjinojmë kështu. Imagjinoj një rrugë të sapo asfaltuar, pa asnjë vrim. Një shofer zgjohet në mëngjes dhe mendon: do të marr makinën time sot, mund të shijoj muzikën time, kam ngrohje ndezur dhe fundja makina ime vetme nuk do ta bllokoj gjitha të rrugë të re. Dhe si logjik, ky është një vendim plotësisht racional në nivel mikro. Për atë individ, kjo ka kuptim. Por kurthi vërtet është se në atë sekond të caktuar të mëngjesit, 100.000 njerëz të tjerë në qytet po e bëjnë fiks të njëjtin arsyetim të padëmshëm. Pikërisht aty thyet gjithçka. Kur 100.000 vendime racionale individuale përplasen njëkohësisht në të njëjtin burim fizik të përbashkët, që në këtë rast është rruga, ata e shkatrojnë atë burim. Rruga e bukur kthehet papritur në një parking gjigant. Zgjidhja ekonomike e një personi bëhet një kosto masive, një irracionalitet absolut për komunitetin.
ndotja rritet, stresi shtohet dhe asnjëri nuk mbërrin në punë në kohë. Është vërtet e frikshme si funksionon, dhe përballë kësaj situate absurdi, më bën përshtypje instinkti reaguesi shumë administratave lokale historikisht. Çfarë bëjnë ata kur shohin rrugë të bllokuara? Thonë, e po mirë, zgjidhja është e thjeshtë, le të ndërtojmë më shumë rrugë, le të shtojmë edhe një korsi tjetër. Është njësoj si të them të drejtën është si të lirosh rripin e pantallonave me shpresën se kështu do të kurosh mbi peshën. Të jep ato lehtësimin e rem momental, por nuk prek fare shkakun e vërtet të problemit. Kjo analogji është perfekte. Në literaturën e inxhinierisë së trafikut, kjo quhet kërkesa e nxitur ose induced demand, dhe është një ndër zbulimet më kundërintuitive që përmendet aty. Kur ti merr dhe shton një korsi të re në një autostradë urbane, ti bën diçka shumë specifike pa e kuptuar. Ti ul koston kohore të atij udhëtimit me makinë, por vetëm përkohësisht. Pra, e bën atë rrugë shumë më të shpejt për ndoshta disa muaj. Sakt. Për disa muaj, trafiku rrihet lirshëm, njerëzit janë të lumtur. Por çfarë ndodh pak më vonë? Të gjithë ata qytetarë që më parë përdornin autobuset për shmangur trafikun, apo ecnin në këmbë, fillojnë ta vënë re këtë përmirësim. Ata thonë, ua, por rruga që ka i hir fare tani. Pse të lodhem? Do të marr makinën. Edhe kështu mbushet prap. Fiks, kjo kërkesë e nxitur mbush menjëherë deri në kapacitetin maksimal, atë korsinë e re që sapo shtove, dhe brenda 2 vjetësh, qyteti kthehet saktësisht në të njëjtin nivel bllokimi, vetëm se tani ke një rrugë akoma më të gjerë me edhe më shumë makina që lëshojnë akoma më shumë dotje. Është rreth vicioz. Është një humner nga e cila nuk del dot me më shumë beton. Nuk mund ta zgjidhësh me inxhinieri të thjeshtë ndërtimi. Duhet ndryshuar vizioni thelbësor. Kjo më duket se është pika ku ato ide të përmendura rreth qyteteve të mençura ose smart cities nisin vërtet të bëjnë sens për mua. Sepse, po ta mendosh, një qytet i mençur nuk është ai që instalon ca semafor me inteligjencë artificiale në një rrugë me 6 korsi plot makina. Qyteti i mençur është ai që merr vendimin radikal që ato korsi të bëhen të panevojshme që në zanafill. Qytetet e së ardhmes nuk ndërtohen vetëm me rrugë të mëdha, por me zgjedhje të mençura. Ashtu është. Ky është momenti kur kalojmë nga thjesht lëvizja në atë që dokumenti e quan estetika e jetesës qëndrueshme. Kur ti fillon dhe dizajnon qendrën urbane rreth transportit publik, hapen mundësi për një lloj gëshetimi. Ndërtimi i një stacioni modern, për shembull, krijon në mënyrë organike një nye. Një hapësirë ku njerëzit fillojnë të ecin më shumë në këmbë ose të marrin biçikletat për të mbuluar ato pak qindra metra deri në shtëpi. Sepse vetë mjedisi fizik, infrastruktura, i inkurajon të sillen ashtu. Po, të fton ta bësh atë gjë. Nuk e ke më atë nevojën dëshpëruese për të gjetur një vend parkimi. Ti thjesht zbret nga një autobus komod dhe ecën mes disa pemëve në atë që quhet një zonë gjelbër urbane. Dhe kam vënë re që kur një lagje fillon të marrë këtë formë me më shumë korsi biçikletash, kjo e transformon rrënjësisht atë gjeografinë njerëzore aty. Gjithçka bëhet më e qetë. Ajo zhurma e vazhdueshme, ai rrënkimi mekanik i qytetit zbehet. Bëhet një vend ku realisht mund të jetosh, mund të lësh fëmijët të luajnë. Por për të realizuar këtë vizion kaq të bukur, duhet patjetër një ndryshim social. Dokumenti e thekson këtë shumë herë. Kalimi nga thjesht udhëtar në qytetar. Infrastruktura e re fizike, trenat, korsit, stacionet, nuk funksionojnë dot nëse nuk mbështeten nga një kulturë e re. Qytetarët janë ata që duhet ta vënë në lëvizje këtë motor transformimi. Të them të drejtën, kjo pjesa e burimit ishte mbase dimensioni më i thellë që lexova. Ne flasim aq shumë për inxhinierin, por zhvendosja e atij mentalitetit të vjetër po fillon të perceptohet jo thjesht si një zgjidhje trafiku. Autori e lidh me një lloj krenarie qytetare, madje përdoret një shprehje e fortë, e quajë një akt patriotizmi. Dhe është një gjetje jashtëzakonisht e fuqishme për ta rimenduar të gjithë këtë çështje. Kur ne flasim për patriotizëm, në mendjen e njerëzve zakonisht vijnë fjalime të mëdha apo data historike, por në thelb të tij, patriotizmi është gjithashtu dashuria dhe kujdesi aktiv për komunitetin ku ti jeton çdo ditë. Është fascinuese si dekonstruktohet ky term. Ne patriotizmin e lidhim me flamuj nëpër balkone, ndërkohë këtu po e lidhim me diçka kaq, domethënë, të rëndomt të vendosësh nëse sot do ta kthesh çelsin e makinës dhe të zgjerësh tym, apo nëse do të pres 2 minuta në një stacion autobusi. Po sepse çdo herë që një individ i vetëm zgjedh transportin publik, ai person po merr një vendim të vetëdijshëm për të mos i shkaktuar zhurmë fëmijët vet.
ai po zgjedh të mos i shtoj edhe 1 kilogram tjetër gazra toksike ajrit që thithin fëmijët aty jashtë. Dhe ky veprim i vogël hidhet totalisht kundër asaj tragjedisë të përbashkëve që folëm më lart. Pra bëhet fjalë për vetdije kolektive. Fiks. Përdorimi i rrjetit publik kthehet në një mjet ku ti po mbron të mirën e të gjithëve. Është e vërtet, ndryshimet e mëdha urbane nuk vijnë gjithmonë sepse dikush firmosi një ligj madhështor, por nga ai akumulimi i milionave veprimeve të vogla, veprime që ndihmojnë natyrën dhe njeriu çdo ditë. Dhe nga ana tjetër, ky gjest e kthen vetë autobusin ose trenin metropolitan në hapësirën e fundit vërtet demokratike të qytetit. Është për të menduar thellë, kur ti mbyllesh në një kuti metalike të izoluar, domethënë në makinën tënde, ti dehumanizon çdo gjë rreth teje. Njerëzit jashtë kthehen në pengesa, në rrugën tënde, makinat e tjera kthehen në kundërshtar të ashpër në betejën për një vend parkimi. Ashtu ndodh vërtet, është psikologjike. Por kur ti hipesh në një autobus urbane ose në një vagon treni, të gjitha ato shtresa bien. Një profesor universiteti mund të jetë ulur fiks përballë një studenti. Një sipërmarrës i pasur mund të ndajë dorezën me një punëtor ndërtimi. Të gjithë po ndajnë të njëjtën mjedis, të njëjtën rrugë, të gjithë pranojnë bashkërisht se fati i qytetit është i përbashkët. Dhe ky lloj interaksioni, ndonse shumë herë është thjesht një qëndrim i heshtur pranë njëri tjetrit, e mban të fortë atë fibrën sociale. Është pëlhura lidhëse e qytetarisë. Për mua, ky është konkluzioni vërtet që nxjerrim nga ky vizion i qëndrueshëm. Qytetet nuk janë entitete të ngrira, domethënë të derdhura një herë mirë në beton. Ato formohen për ditë nga zakonet tona. Nëse ne u japim njerëzve alternativa që janë të shpejta, të pastra, të lira, qyteti i rishpik vetveten. Kjo analizë e thelluar ka qenë realisht një rrugëtim fantastik sot. Ne filluam duke zhbiruar matematikën inxhinierike të asaj hapësirës, se si nuk na duhen kursi të reja, por një efikasitet më i madh gjeometrik për ta kthyer tokën te qytetarët, pam kursimet masive dhe gjakderdhjen ekonomike të makinave, zhbiruam atë kurthin e kërkesës së nxitur dhe mbërritëm deri tek ky ripërkufizim i bukur i patriotizmit përmes veprimeve urbane. Pra, kaluan lë inxhinieria e pastër te sjellja e njeriut dhe komuniteti, sepse aty rrotullohet gjithçka në fund. Eksaktësisht. Dhe kjo më çon te një mendim i fundit, disi provokues me të cilin dua ta mbyllim këtë bisedë sot. Ne folëm shumë për oksigjenin, për kostot monetare dhe detyrat qytetare. Por nëse ndalemi dhe mendojmë, ne jetojmë në një epokë ku ndoshta epidemia më e tmerrshme në qytetet tona moderne nuk është as trafiku i rënduar dhe as ndotja e ajrit. Epidemia e vërtet është vetmia. Ajo infrastruktura që e bazon gjithçka te mjeti privat dhe izolimi digjital na ka futur në disa kapsula individuale xhami dhe metali. Kështu që ndoshta ky vizion i madh i qytetit së ardhmes me njerëz që ecin ose përdorin trenat nuk është thjesht një zgjidhje ekologjike. A është e mundur që kur ndërtojmë sisteme që na detyrojnë të zbresim nga kutit tona izoluese, që na bëjnë të ecim në të njëjtin trotuar ose të ndajmë të njëjtën platformë treni, madje edhe të ngjeshim krahët pa dashje me një fëqin në autobus, ne në fakt po ndërtojmë të vetmen kurrë që na ka mbetur kundër këtij izolimi modern njerëzor. Ndoshta biseda e radhës që do të hap një perspektivë të re në jetë do të ndodh pikërisht sepse një bilet autobusi na riktheu sërish pranë njëri tjetrit. Kjo është diçka që ja vlen të mendohet thellë këtë javë. Deri herën tjetër, mbetëshi mirë.